Sipas informacioneve që ka siguruar Alsat, mbi 40 punonjës të angazhuar në spitalin e posaçëm për ginekologji dhe obstetrik në Naterez në Çajir kanë mbetur pa kontrata pune pas përfundimit të vitit kalendarik, çka ka ngritur shqetësime për vazhdimin e punës së tyre dhe funksionimin e institucionit. Burime nga spitali kanë bërë të ditur për Alsat se për këta punonjës janë dërguar kërkesa zyrtare pranë institucioneve kompetente për vazhdimin e angazhimit të tyre, duke theksuar se spitali ka nevojë reale për këtë staf dhe se mungesa e tyre ndikon drejt për drejt në ofrimin e shërbimeve shëndetësore, por përgjigje ende nuk ka. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë në përgjigjen për Alsat sqaron se në këtë rast nuk bëhet fjalë për ndërprerje të marrëdhënies së punës apo largim nga puna, por për skadimin e kontratave në vepër, të cilat kanë pasur vlefshmëri deri më 31 dhjetor 2025, në përputhje me vitin e kaluar buxhetor. Kërkesat për vazhdimin e tyre për vitin 2026 tashmë janë dorëzuar nga institucionet publike shëndetësore përmes fondit të sigurimit shëndetësor në Ministrinë e Financave, nga e cila pritet dhënia e pëlqimit. Sapo të arrijë pëlqimi nga Ministria e Financave, kontratat do të vazhdojnë, përfshirë edhe për 40 persona të angazhuar në Spitalin për Ginekologji dhe Obstetrik, nën Tereza në Çajir. Njëkohësisht rikujtojmë se procedura është e kushtëzuar nga dinamika e miratimit të buxhetit për vitin 2026 dhe se Ministria e Shëndetësisë, në koordinim me Fondin e Sigurimit Shëndetësor dhe Ministrinë e Financave, po punon që ky proces të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur. Ndërkohë, Alsat mëson se me situatë të ngjashme përballen edhe institucione të tjera shëndetësore në vend. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë thekson se numri saktë të prekurve në nivel shtetror do të bëhet i ditur pasi të kompletohen të dhënat dhe të përmbyllet procesi i dhënies së pëlqimeve.